Kanë qenë edhe 3 dëshmi nga vendi i ngjarjes. Të ADN-s, umeshane profila DNK. një fitil kablondezës me gjatësi rreth 9 metra. Oko 9 metara. Ne kemi vrejtur shenjat e përkatësisht Jovan Vicentijević. Po, siç thash unë jam biolog i diplomuar. Kao što sam rekao, ja sam diplomirani biolog. Në Agjencinë e Kosovës për Forenzik jam i punësuar prej vitit 2005, që nga ajo kohë deri më sot vazhdimsi kam kryer ekspertiza të ADN-s në raste të ndryshme. Deri më sot kam mbi 500 ekspertiza të kryera. Sa i përket pozitës, aktualisht jam drejtori i departamentit për kimi dhe biologji forenzike. Nderuar gjyqtar, sa i përket përputhjeve të personave në shifrat SNES-2, që është Jovan Vicentijević dhe dëshmive S3-S4 të personit Dragisha Vicentijević, ne përputhjet me dëshmit e caktura i kemi dhënë raportin e ADN-s. Sa određenim dokazima smo dali u izveštaju DNK. Të cilën raport besoj e kanë edhe palët. Izveštaj verujem da imaju i stranke. I vi. Mirë po. Međutim, ne në që është me rëndësi për këtë seancë, në konkluzionin numër 5, ndër dëshmit e tjera kanë qenë edhe 3 dëshmi nga vendi i ngjarjes, ku janë fituar profile të përzira të ADN-s dhe ne këto i kemi kontrolluar në mënyrë manuale. Në dëshmin numër NR Tarob 4, që është e përshkruar një fitil kablondezës me gjatësi rreth 9 metra, oko 9 metara, gjatë kontrollimit manual, ne kemi vrejtur shenjat e personit me shifrën SNE, përkatësisht Jovan Vicentijević. Edhe në dosjen e juaj mund ta shihni se prej 24 lokuseve të gjeneve që i kem analizuar, lokatora gena koje smo analizirali, 24, od 24 koji su bili, ne shenjat e SNISH-it e kemi gjetë në 20 vende. Jedan smo našli u 20 mesta, na 20 mesta. Po, dhe me këtë rast, I u ovom slučaju, duke qenë se ne nuk kemi pasur software nismo imali software za për analizimin e miksturave komplekse, kompleksnih mikstura, dhe nuk e kemi pas validu me metodën, i kem sugjeru hetësisë edhe prokurorisë që interpretimin e kësaj miksture ta kërkoj jashtë vendit përkatësisht në ndonjë shtet që e ka të validuar metodën dhe softverin përkatës. Në rastin konkret, ne kemi përdor procedurën e ekstrahimit me ekstrahimit të ADN-s. Me metodën e KAYAM DNA Investigator Kit. KAYAM DNA DNA Investigator Kit. Investigator Kit. Nga kompania njohur gjermane QIAGEN. Unë raportin e kam parë dhe e kam lexuar. Se laboratori në Romë, përkatësisht eksperti Stefano Vernareci, siç figuron në raport, e ka kryer vetëm interpretimin e rezultateve tona që i kemi fituar në Prishtinë. Që i kemi fituar në Prishtinë në laboratorin tonë. Nalaza i laboratorij.
Ako me dozvolite pre, Examinimi i ADN-s në fitimin ndezës. egzaminiranje ADN-a-sa, ndezër në Mandeli Kjona fitime. Vicentjević janë bërë nga Agencioni Forenzikës. Za okrivljena Kjovana Vicentjevića su izvršeni od strane 24 žrtvuse, forenzike, ali došli su do zaključka da od 24 tih lokatora, po për shkak të 20 mungesës së pripadaju programeve të Vicentjevića, licencuara, ali zbog nedostatka nuk kanë tih mundur ta programa bëjnë nisu mogli da vrše interpretimin e mostrave në interpretaciju mënyrë të ovih detajuar. uzoraka na detaljan način. E atë interpretim A tu e ka bërë interpretaciju laboratori në Rum vetëm sa i përket uradio atyre të gjeturave që laboratorium i u kanë Romi identifikuar agencioni. samo na osnovu tih Diçka ku dërthonca ka pas. od laboratora. Nuk ka pas kundërthonje, veç është vërtetue, vetëm është vërtetue ajo gjetur atona që kem sinjalizu hetuesinë dhe prokurorin za koje smo me dali znak tužiocu sa i përket dëshmisë në R4. Në R4 dëshmi. Numër 4, broj 4. Do me thonë, edhe raporti tyne, Znači, i njihovi izveštaj veç e ka forcu edhe ka samo je osnažio këtë sinjalin ton ovaj naš signal që e kemi pa shenjat e personit gde në smo fjallë. vidjeli Ata znakove pastaj osobe. mendimin e softverit Onda dhe oni metodave uz pomoć softvera i metoda validuar atë tyre, në mënyrë shkencore e kanë bën ndërlidhjen e personit në shifrën esni me njërin prej kontribuesve në miksturën prej 3 persona. Sepse këtu në këtë rast, si strategji e cila është përdor nga kolegët italian, është përdor në anglisht quhet likelihood ratio, LR. na engleski Krahasohen dy hipoteza. Hipoteza e parë, H1, H1 thy për hipotezën e dytë kroz drugu H2, hipotezu H2 apo me thjeshtësu edhe më shumë. ili da Hipoteza e parë, hipoteza nga ana e prokurorisë, e që nënkupton se koja znači da një person, koja znači këtë da rast personi esni, jedna osoba, u ovom slučaju osoba është i S1 përfshirë je obuhvaćen dhe plus janë dy persona tjerë pa njohur, kurse hipoteza dok hipoteza H2 H2 është hipoteza e mbrojtjes, hipoteza odbrane e cila thot se koja kaže da në këtë miksturë të ADN-s janë 3 personat pa njohur 3 nepoznate osobe në kalkulimet e softverike që kanë bërë. Kanë ardhur në përfundim i došao sam do zaključka se hipoteza e prokurorit da hipoteza tužioca është shumë e fuqishme, je snažnija, veoma sepse rezultati jer rezultat sillet rreth numrit 1. Në rast se rezultati pas analizave softverit del më madhe se 1, atëherë qëndron hipoteza e prokurorit për përfshirjen onda stoji e personit fjalë. navedene osobe. Ndërsa nëse rezultati Koliko rezultat del më i vogël se 1, atëherë onda del se hipoteza e mbrojtjes ka të proizlazi da drejtë dhe hipoteza është me odbrane ima pravo i snažnije. këtë rast, do të thonë ka dalë me mira herë Po 1000 shumë e fuqishme puta je bila ka snažnija hipoteza numër 1, që do me thonë hipoteza broj 1 se veç e kanë vërtetue da su atë potvrdili kontrolën tonë manuale që i kemë našu vrejt sinjalet e manualnu personit kontrolu gde esni. smo